Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i martë 6 maj 2025. Dashi. Një ditë që ju gëzon zemrën, mund të ketë disa probleme të vogla organizative në familje, të cilat do t'i zgjidhni menjëherë. Fillimi i programeve dhe projekteve. Demi. Ju pëlqen të jeni rehat me miq të mirë. Unë ju këshilloj të bëni zgjedhje dashurie, është një situatë e shkëlqyer të mund ta bëni këtë. Binjaket. Nuk mungojnë mundësitë e shpengimit as në punë. Lindjet, takimet, planet për të ardhmen e të dashuruarve nuk pengohen më. Gaforia. Ju keni iniciativë të mirë. Këto janë ditë shumë efikase për ndjenjat dhe njohjet e reja. Luani. Jepni hapësirë emocioneve më të bukura, ka perspektiva të shkëlqyera. Nga pikpamja emocionale, një ditë e ashpër por në një sens pozitiv. Virgjeresha. Një ditë me fat, e cila mban surpriza për ju si në sferën familjare, ashtu edhe në sektorin e mijësive të vjetra, të rizbuluara dhe të rinovuara. Është koha për të pohuar veten në vendin e punës, nëse doni të bëni një propozim, lëvizni tani. Peshorja. Sot nuk keni një dëshirë të madhe për të argumentuar, megjithatë dikush do të përpiqet t'ju bëjë nervoz. Për disa ditë duhet maturi në të gjitha marrëdhëniet. Akrepi. Jeta emocionale ndikohet nga një ngjarje e jashtme që duhet të përballet me një shikim të largët. Parat po rrjedhin nga të gjitha anët. Shigjetari. Ditë për t'u vlerësuar pozitivisht, veçanërisht nëse duhet të bëni një kërkesë ose të sillni një ide. Ju jeni ndër shenjat më të preferuara të ditës së sotme. Britsjapi. Ju dëshironi hapësira të autonomisë, por sot tensioni merr përsipër. Ju nuk jeni shumë komunikues sot. Angazhimi i dashurisë, por një njeri nuk ju tregon mirë, maturin me shigjetarin dhe ujorin. Ujori. Ka energji të shkëlqyeshme, ju jeni gjithashtu më të përgjegjshëm. Mos u mërzit, periudhë ringjalljeje për ndjenjat. Peshqit. Moment i bukur për zemrën tuaj. Nëse puna ju ka lodhur, mund të filloni të eksploroni hipoteza të reja bashkëpunimi, edhe në sektor të ndryshëm nëse ndiheni të gatshëm të përfshiheni. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.